Në kulmin e festës madhështore brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, atmosfera kishte arritur një pikë që rrallëherë është parë në këtë format. Dritat vezullonin, muzika i hënte në çdo cep dhe energjia e banorëve ishte në maksimum. Ishte një natë ku gjithçka dukej perfekte, dashuri, hare dhe spektakël në formën më të bukur. Në një moment që do të mbetet gjatë në kujtesë, Gena ndaloi për pak ritmin dhe nisi të këndojë një këngë shumë të ndjerë, "Më mirë me ty se fukara, se sa pa ty i pasur", që në vargjet e para u ngjen një ndryshim në atmosferë. Nga një festë e shvërmshme, gjithçka u kthye në një moment emocional dhe romantik, ku të gjithë syt u drejtuan tek Mateo dhe Brikena. Banorët nisën të brohorisnin, disa ngritën duart lart, të tjerë buzëqeshnin me emocion. Ishte një moment që prekte zemrën, një këngë që dukej sikur ishte shkruar posaçërisht për çiftin. Mateo e shikonte Brikenën në sy, ndërsa ajo i afrohej ngadalë, e përfshirë plotësisht nga ndjenja dhe muzika. Kur refreni arriti kulmin, ata u përqafuan mes duartërkitjeve dhe thirrjeve të banorëve. Dhe pikërisht në atë çast, Brikena bëri një veprim spontan dhe plot dashuri. Ajo e puthi Mateon dhe, në mënyrë lozonjare, e kafshoi lehtë në buzë. Një gjest i ëmbël dhe pasionant që shkaktoi një shpërthim reagimesh në shtëpi. Dëgjoheshin thirrjet nga të gjithë anët. Banorët filluan të qeshnin, të brohorisnin dhe të duartërkisnin më fort se kurrë. Disa nuk i ndalonin komentet plot humor, ndërsa të tjerë thjesht shijonin momentin si spektator të një historie dashurie që po zhvillohej para syve të tyre. Gena vazhdoi të këndojë, duke e bërë momentin edhe më intensiv. Zëri i tij i fuqishëm dhe interpretimi plot ndjenje krijuan një sfond perfekt për këtë skenë romantike. Çifti dukej sikur ishte në botën e tyre, të shkëputur nga gjithçka tjetër, duke ndarë një moment që nuk kishte nevojë për fjalë. Pas kësaj, festa shpërtheu sërish. Muzika u bë më ritmike, banorët u hodhën në valle dhe atmosfera u rikthye në një festë të madhe. Por ai moment, puthja, gjesti i ëmbël dhe kënga, mbeti si kulmi emocional i natës. Mateo dhe Brikena vazhduan të qëndronin pranë njëri tjetrit, duke qeshur dhe duke përjetuar çdo sekondë. Ishte e qartë për të gjithë që lidhja e tyre kishte arritur një nivel tjetër, një afërsi që nuk mund të fshihej më. Në fund, kjo natë në Big Brother VIP Albania nuk ishte thjesht një dasmë apo një festë, ishte një histori dashurie e treguar përmes muzikës, emocioneve dhe momenteve spontane. Dhe ai çast kur kënga "Më mirë me ty se fukara" u bë sfondi i një puthjeje të paharrueshme, do të mbetet një nga skenat më ikonike të këtij edicioni.